si dëpërton frekuenca negative, dëpërton këtu, pastaj mu të largu nga ato 10 udhëzimet, dhe të udhëzimet që përmendën thuajse janë të njëjta, po janë pak të përditësuara në Kur'an dhe janë kapshme për secilin dhe nëse këto 10 udhëzimet e Kur'anit që janë të afërta me ato 10 udhëzime të Musait, i ndjek njeriu, ai do të jetë prej atyre që quhet shpotimtar, shpoton në këtë dynjë. Në këtë dynjë, në këtë jetë ka shpotim, se e keqja sot është këtu, se çdo gjë është çift e krijuar, e mira dhe e keqja. Do më thonë, shpoton prej të keqës që është në këtë dimensionin tonë dhe katapultohesh në botën tjetër, dhe në botën tjetër ti nuk shpoton, se në botën tjetër ki vetëm fitore. Fitore dhe fjala fitore në lokucionin abrahamik të Kuranit është fauzul adhim, fitore madhështore. Në botën tjetër, nëse i kryen detyrat këto, fiton vetëm fitore, s'ka shpëtim atje, s'ka urtë sirati që mendon dikush do të më ecë drejt, prej një skajt me një skajt qysh ju kanë friksu, prandaj sa i gjallë, sa merr frymë, nëse nuk ki mundësi me qenë bamirës, mund është me pas mundësi me fol një fjalë të mirë për dikendin, edhe ajo është bamirësi. Edhe ajo është bamirësi, po kur ta thush fjalën e mirë, lidhja jote tjetë me Zotin tanë, ti thush Zot jam duke e bo për ty. Apo më kuptoni? Se jo të gjithë kanë mundësi me qenë bamirësa. Jo të gjithë kanë mundësi me thonë një fjalë të mirë. Jo të gjithë kanë mundësi me morë goximin dhe mu ballafaqu me të keqën në shoqëri.